vlla dhe motër, edhe gjatë historisë ka pas dietarë të zgjedhur të Mekit, që i kanë shërbyer deri në frymën e fundit fesë Allahu ka qartësuar, por e kishin frikën prej devijimit. E ndërta ishte edhe Imam Ahmedi, Zoti e mëshiroft, ku në momentet e fundit të jetës së tij, njëherë përmendej e njëherë i bindet fikët. Dhe në njërën prej tyre momenteve kur përmend, po thoshte, jo akoma. Njerëzit që rrethonin u çuditën, kur u përmend për herë tjetër, i thanë, o Imam, të dëgjuam që po thua jo akoma, përse? Thanë erdhi shejtani dhe më tha, në shpëtove o Imam Ahmed, por i thash pra jo akoma, sa akoma nuk kam ndëru jetë. Pra njeriu duhet vazhdimisht me kërku ndihmën e Allahut të lartësuar që të na ruaj në rrugën e drejtë. Nuk ka dyshim se sado i udhëzuar të jetë njeriu, asnjëherë nuk i garantohet përfundimi i mirë. Asnjëherë nuk duhet të ndjehet i sigurt nga devijimi, sepse vetëm Allahu është ai që i mban zemrat e forta, e i mban zemrat e robërve të tij të qëndrueshme në fe.